Tashti na jemi trenera, po duhet me pas kujdes kur udhëheq disa klube, do me thonë disa gjana nuk ka për dijen, duhet me pas kujdes. Me rujt zhveshtorën, duhet me pas kujdes në raporte ndërnjerëzore. Po. Edhe unë besoj se edhe këto gjana janë të rëndësishme po aq sa edhe rezultatet sportive. Edhe me pas kujdes, sepse me thonë drejtën, është privilegj me qenë trener. Në këtë moment trener i dritës. Kur po shohim çfarë klube kemi në Kosovë, kur po shohim çfarë organizimi kanë klubet e Kosovës, klube tjera. Edhe për këtë arsye duhet pak në këtë aspekt me pas kujdes. Gjithsesi është për të ardhur keq sepse ka qenë një sukses i trenerit Ramadani, edhe titujt kampion, edhe inkuadrimi në Conference League. Gjithmonë është duk në shikim të parë se kanë kriju një kimi shumë të mirë treneri edhe klubi, por që ndoshta ka pas krisi edhe ma herët pa ata din mi mojt më shetë shumë mirë, që në një moment ajo ka eskalu edhe ka dalë në publik. Ka dalë në publik, po. Okej, Begolli, për ty, a është gabim shkarkimi në këtë momenti